Dita 179 e gjykimit nuk I shkoi sipas planit prokurorisë. Zyra në krye me Kimberly West, prokuroria e 4 që udhëhec ZPS-n, nuk arriti ta sjellë në gjykim dëshmitarin e fundit, as me videolidhje. E sipas kryembrojtësit të Hashim Thaqit, Luka Mishetic, as ky e as 125 dëshmitarët e tjerë në gjykat nuk kanë arritur të provojnë asgjë nga akuzat e prokurorisë për këto 2 vjet. Avokati amerikano-kroat se fshej çudinë që her pas here e kishte për dështimin që e shete. The evidence against Mr. Thaçi, in our view, is exceptionally weak. Për mendimin ton, provat kundër zotrit Thaçi janë jashtëzakonisht të dobta deri në atë pikë që nganjëherë gjatë procesit e kanë pyetur veten pse është akuzuar zotri Thaçi. Mishetic, I cili bashkë me avokatët e Veselit, Krasniqit dhe Selimit do të kërkojnë rrëzimin e aktit akuzues, bën të ditur se do të sfidojnë pika të caktuara të rastit të madh të ZPS-s. We will make our arguments. Ne do t'i shtrojmë argumentet tona mbi atë se prokuroria nuk ka arritur të dëshmojë apo të sjellë prova të mjaftueshme për disa pjesë të caktuara të dosjes së tyre. Tani nuk mund të jap detaje sepse nuk është as vendi as koha e duhur. Do ta bëjmë këtë brenda gjykatorës, por ne besojmë që prokuroria ka dështuar të paraqes fakte të mjaftueshme për pjesë të caktuara të aktakuzës. Me që vlerëson se Thaqit e të tjerëve u janë marrë shumë vjet nga jetët, nuk synojnë t'i lënë të presin ende gjatë në paraburgim, andaj numri dëshmitarëve të mbrojtjes, nëse I therasin, nuk do të jetë I madh. Megjithatë do të thirrën ndaras nga të 4 ekipet. Each defense team will put on the witnesses that it deems. Secili ekip I mbrojtjes do të thrasë dëshmitarët që mendon se janë të përshtatshëm për mbrojtjen e tyre. Patjetër që ka dëshmitarë që janë në dobitë të 4 ekipeve mbrojtëse, por shkurtimisht secili ekip I mbrojtjes po punon për të sjellë dëshmitar të caktuar për klientët e tyre. Avokati Thaqit u pyet edhe për veprime të mundshme nga administrata Trump 2, karshi speciales, pa mohuar opsionet e tilla, tha se nuk mund t'i di ato përveç se do ta kryej punën e vet brenda 4 mureve të gjykatës së Kosovës me seli në Hag.